Në kronikën e mëparshme në televizionin ton, folëm për shtimin e sipërfaqeve të mbjella me bostanore nga fermerët e Divjakës. Ndonë se kultivohet nga fermerët në sasi të mëdha dhe me teknologji të kushtueshme, fermerët ende janë larg të qenurit konkurrent në tregjet rajonale dhe evropiane. Megjithatë, fermerët e kësaj zone kanë fituar eksperiencë në kultivimin e bostanorëve si shalqini e pjepri, duke i mbjellë në tunele plasmasi, në ujitjen me pika dhe me mulçerizim për të eliminuar bararat e këqija, duke bërë që prodhimi Divjakës të jetë 3 deri 4 javë më i hershëm se sa zonat e tjera. Shtimi në masë i sipërfaqeve të mbjella ka dhe anën tjetër të medaljes, pasi mund të krijojë superprodhim dhe stok që mund të sjellë ulje të çmimit dhe faliment për fermerët. Nën kryetari i sindikatës së fermerëve të bashkuar, Ardit Bali, thekson se fermerët nuk subvencionohen nga shteti. Sigurisht që ka nevojë për ndërhyrje urgjente, dy ndër pikat kryesore që duhet të vinë në ndihmë fermerët shqiptar janë mos subvencionimi, të cilën nuk e marrin, dhe orientimi i fermerëve se çfarë duhet të mbjellin. Fermerët tanë mbjellin në mënyrë kudërru mund ta thonë. Nëse këtë vit ecën shalqiri, vitin tjetër shtojnë sipërfaqet. Kjo gjë ka ndodhur edhe si vjet me shalqirin. Janë rreth 700 hektar shalqire vetëm në zonën e Divjakës. Më tej është imshta në Lushin pa u mbjellur, pastaj pothuajse në të gjithë zonat e Lushës mbjellet shalqi. Mos subvencionimi e bën fermerin shqiptar të dalë me humbje në krahasim me vendet e rajonit. Mos orientimi më tej nga institucionet përkatëse, nga Ministria e Bujqësisë, nuk funksionojnë fare agjencitë e ekstensionet bujqësore në përrethe, drejtoritë janë formale, nuk dalin terren, thjesht shkojnë në zyrë, marrin ato rrogat edhe kaq.